Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show në TV. Kam nderin dhe kënaqësinë kur prezantoj shqiptarët e tonë anë mban botës. Sot do dalim jashtë Amerikës, do dalim në Kanada. Të ftuar kemi kryetarin e shoqatës shqiptaro-kanadeze në Winnipeg, Manitoba, zotin Hajdin Teneqa. Një vlerësim I veçantë për komunitetin shqiptar në Manitoba të Kanadas me rrugën Dardania dhe Kaçaniku në provincën e Manitobës janë një simbol I lidhjes së fortë në shqiptarinë me identitetin dhe kulturën tonë shqiptar. Kam nderin që me vërtet sot kam ty një biznesmen mund të them një lobus për vendin tonë që nuk leni gjë po bën derisa të arritni atë suksesin e juve në mes të Kanadës I bjen një gabë tuese mesi ti emroni dy rrugë, kjo është me të vërtet një shënjestër e madhe. Mirë se erdhe zoti Hajdin, si je? Mirë, faleminderit për ftesën. Ju përshëndes juve dhe gjithë shikuesët të anën botës ku janë të na shiqu. Faleminderit edhe një herë për këtë intervistë. Besoj që keni ardhur në vitet 99 me sa muj me ditën, edhe keni qëndruar atje në Winnipeg prej 99-s apo keni lëviz apo keni vërtetë për Kanada? Jo, prej 99-s, fillimisht jemi kur na kanë gati luftës, do të thonë kemi qenë në Halifax për 2 muaj aty në kamp në bazën ushtarake në Dortmund atje në Nova Scotia, edhe migracioni ne ka caktuar që të jemi në Winnipeg. Prej asaj dite derisa të jemi këtu në Winnipeg. Na trego për atë vendin e bukur, rrethinën e Kaçanikut atje. Atë merr malli me shku në hera, shkona, si qkon puna? Si çdo kush, si çdo adetar, nuk më merr mendja që ka një adetar që nuk kanë rënë për çdo net si do të shkon atje, e kur do të shkon atje. Një ku po shon trupi dikon larg si ku jemi na tash. Në Winnipeg duket që kemi dëgjuar që keni një biznes atje. Po, kemi një biznes të vogël, kemi 8 punëtor, punojmë na renovime, montojmë dyre dritare, kemi shqiptar, kanadez edhe komitete të tjera punëtor me neve. Si çdo shqiptare që del në emigrim, gjithmonë e ka synimin për të punuar. Por kur vjen koha edhe për çështjen kombëtare. Si lindi ideja juve që dy rrugë të emrohen në atë vend aty? Si filloi ky rrugtim? Fillojna paraprakisht si shoqat, do të thonë këtu në Winnipeg ka fillu, do të thonë prej viteve 99-ën, ka qenë në shoqata Flamuri, kam qenë antar, kemi punu bashkë deri në kohë kogjash mirë tani kanë zgjedhë edhe kam qenë edhe jam edhe kryetari I shoqatës. Ideja ka lindë nga Brian Mays, është një city chancellor këtu në St. Vital area ku në këtë kantonin ku jetojna na. Kemi një miqësi kogja të mirë, do të thonë ka kohë që jemi shoqëruar me ta, kemi lidhje familjare, do të thonë shoqëruar me ta. Edhe ideja ka lindë nga ai. Fillimisht, do të thonë, ka marrë pjesë në çdo manifestim që kem pas, na kanë ndihmuar ta ngritni edhe flamurin kombëtar, edhe shtetëror, do të thonë flamurin me 28 nëntor këtu në Winnipeg. Hera parë që kemi ngrit ka qenë në 2018 me 28 nëntor, tani në 2019 me 17 shkurtin edhe për çdo vit. Ashtu ka vazhdu, do të thonë Briani për herë ka qenë me neve, do të thonë çdo manifestim. Ideja për rrugën Dardania ka filluar në ishmi një natë, do të thonë në 2024-ën, dolëm për darkë, unë me shoqen time të Utën, edhe Briani me shoqen e Tina Allison, edhe ishmi këtu ngronë darkën për Krishtlindje. Edhe Briani na I propozoi, tha Edin, po duhet të vaj diçka tha për komunitetin shqiptar.
Si tëm, tash okej, s'të di me ta pa fjalë ta ç'është pyetje, tha po du ta mbroj tha një rrugë në gjuhën shqipe. Tha jo, tha në gjuhë angleze, ta thot po tingëllojnë në gjuhën shqipe. Prej aty të mbeta unë pa fjalë, pa tekst, të uta ashtu. Nesër më njëherë fillova bisedën, kontaktova Ruki Kondajt, ambasadorën e Kombit. Dhe mora në telefon, mora dhe shokët të komunitetit tonë, fillutën të bisedojna për emrat, na propozutën 5 emra në fillim, u deshti të propozojna 5 emra, që të kalojnë do me thonë në përmes këtu siti që ka Winnipegut, do me thonë të kaloj ato testet e zjarë fiksave, ndihmës shpejt, çdo gjë që t'jetë ma letë që ta kuptojnë njerëzit, e di se prej kushit, prej cilës rrugë po thrasin, edhe Dardania ishte fati jonë që e kaloj teste, edhe u pranu. Sa i përket Kaçanikut, për shkak lidhjes që kam unë, do me thonë ngusht me Brajonin, ma ka bo surprizë, do me thonë në rrugën Kaçaniku, për shkak se unë edhe të uta e vim nga Kaçaniku. Ka qenë diçka që na ka surprizu edhe neve për rrugën Kaçaniku. Angazhimet e shqiptarëve atje, ju me sa e di, janë dikun ka 500 familje më duket me kanë në rrethin atje. Afërsisht, po. Afërsisht, dhe kur unë dëgju ky zë i bukur që do të emrohet një rrugë, sa ishte suporti i shqiptarëve tonë atje? Shumë i madh, do me thonë, kem pasë do me thonë një angazhim shumë i madh, kem pasë suport nga gjitha trujet shqiptare, edhe i falenderoj mas shumë ti, do me thonë, gjithë komunitetin shqiptar këtu, si nga Kosova, Shqipëria, Presheva, Bujanovci, Macedonia, gjithë kanë kontribuar në atë mënyrat e veta, sidomos Gramoz Mataj, Luan Tahiri, Muhamet Bejta, Shpejtim Alimejaj, Artur Rafatlari, Irena Rimanova. Këta kanë qenë, do me thonë, për kraje, do me thonë çdo hap më kanë përcjell, më kanë ndihmu në çdo gjë që të arrim te qëllimi jonë, ku është që ta përurojmë sa ma mirë. Si u mirë prit nga town hall, si thoni atje, prej komunës atje, si u mirë prit ky lajm, me të vërtetë ata e kanë dhënë, por prej njerëzve që janë aty që punojnë bashkëpunëtorët, a ishin prezent dikush prej tyne? Po në vitin 2024, do me thonë, kur City Hall e aprovoi, do me thonë, në emrin Dardania që tjetë si rrugë, une isha prezent aty, edhe ishte edhe Doris Lila, ajo vajza nga studente nga Shqipëria, edhe kem propozu se mas si u pranu, do me thonë, rruga Dardani e emni si Dardani, na shkutëm pika të shkurta edhe spjegum çka do me thonë fjala, do me thonë emri Dardani, për çka fit vjen, si na mbulon për gjithat, do me thonë për komunitetin tonë, komunitetin shqiptar. Përmendet shoqatën e juaj. Sa antar jeni dhe si funksionon shoqata juve? A grumbulloni shpesh? Sa janë të afruar rinia atje që janë shqiptaro-kanadez, me thanë me një fjalë? Okej. Jemi shumë, nuk jemi atë shumë, do me thonë si numër, po jemi shumë aktiv, do me thonë në përgjithësi çdo pjesë, çdo komuni ka të kantonet e veta, do me thonë si Sen Vitali, Transkona, këto tjera, do me thonë me emën që i kemi këtu, rajonet, po për çdo që bëjnë, çdo manifestim kemi, janë shumë aktiva, çdo pjesë kemi piknike organizohemi, bëjna futboll luajna, volejboll, kemi çdo rast që sidomos studentat janë shumë të interesuar, na ndihmojnë, na përkrahin, janë tepër aktiv.
Sa është mbështetja e shqiptarëve atje me njëri tjetrin, me të vërtet 500 familje me qenë është një numër kogja i madh dhe me të vërtet është një vend shumë i shmangun prej Kanadës edhe prej Amerikës, më kuptohet në veri. Kur vinë trit ose kur vjen, sa është suportimi juve për t'ju ndihmuar atyre? Tregoj rastin se unë tash kem punëtor shqiptar që punojnë me neve. Unë isha jashtë në pushime në Amerikë atje, edhe kishin ardhur studenta këtu në Winnipeg, edhe kishin kërku punë, edhe krejt, edhe pse unë nuk isha këtu fare, do me thonën shok në mes vete, kishin bisedu, edhe kishin gjetë lidhjet që t'i ndihmojnë njëri tjetrit. Kjo është, nuk e di për komuna tjera, për në Winnipeg jemi shumë jemi të lidhur, do me thonë për punë, për çdo gjë, se kemi murator, kemi ujësjellës, kemi trymës, elektricista, gjithë punojnë as bashku, jemi shumë të lidhur mes vete. Si qëndrojnë aktivitetet për festat e 28 nëntore për flamurin e Kosovës, a keni grumbullime, a keni këngëtar që ju vinë, apo si i angazhoni këto punë, si aranxhoni këto pritjet? Mënyrë vullnetare, çdo gjë mënyrë vullnetare, kemi punojna çdo nuk është e caktuar, domethënë në detyra, nuk ka punë detyra të caktuar të njëri tjetrit, po kur të ofrohen domethënë 3 muaj para se të fillojnë, për shembull fillojnë sezona e pushime, domethënë e festave, domethënë 28 nëntorit edhe 17 shkurtit, jemi mbledhemi si shoqat edhe i caktojna kush ka mundet me ofru, domethënë për muzikë nuk kem pas mundësi ta bim, se si vjen i ftoft këtu në Winnipeg na thonë se po na pritojnë edhe muzikantat me nahar të këto. I kemi familjen Morina, ata na ndihmojnë, ata bëjnë muzikë zgjat, domethënë me folklor, me sharkia, po këngëtar nga Kosova ose nga Shqipëria nuk kemi pas ende. Shkollat, keni hapur ndonjë shkollë shqipe për fëmijët, sadoqoftë me pas një program? Vlen përmendet në 2018 ka qenë në doktoresha Kozeta Mileku këtu, ka qenë edhe ajo antare edhe kryetare një kohë e shoqatës tonë këtu. Kem pasën rastin, mundësinë edhe kemi fillu gjuhën shkolla shqipe, kem pas, edhe falënderit nga ambasadori i Shqipërisë, në atë kohë zotri Muqa na ka dërguar edhe abetaret, po fati deshti që filloi edhe që ishte Covidi, domethënë në ndërprej, edhe prej atëherë për momenti jem të punu në drejtimi, kemi arsimtarët që kanë punu edhe si vullnetare, shprehen dëshirën edhe tash po pyesin që kur dash Zoti që në të ardhmen të hapërt do ta bëjnë atë, ta kthejmë prapë shkolla shqipe. Ju e dini këto në Shtetet Bashkuara të Amerikës se Vatra ka 23-4 deg që i ka të hapura dhe në çdo deg ka dhe shkollat janë hapur, çdo të shtunë vijojnë mësimet, ka 1 orë deri në 2 orë për fëmijët e tanë për ti mbajt kulturën, traditën dhe të mësojnë alfabetin tonë gjuhën shqipe. Kështu që besoj që edhe atje kishte qenë mirë që t'jetë edhe një shkollë atje, sa do qoftë për një vikend, sa do qoftë një 2 orë apo 3 t'ju kushtojnë fëmijëve, sa do qoftë mos ta harrojnë gjuhën tonë, kjo kishte qenë një privilegj. Planet edhe programet e juaja për të bërë diçka me hap edhe në rrugë tjetër, do të bëni ajo? Po, sa i përket rrugës Dardania, domethënë është një rajon i tash është Special guests helped dedicate Winnipeg Street this afternoon. Ka filluar të zhanohet shumë, dhe është një pjesë tjetër ku lidhet, domethënë rruga Dardania po lidhet edhe me parkun që ende nuk e ka emrin. Dardania Drive is named for an ancient Roman province which included much of what is now Albania and Kosovo. Replica street signs will later be presented to the ambassadors. A motion to add the street to the names list was made by the area council in 2024 following a request. Po ta shohim. Nuk po garantoj ende, ta shohim.
Shqiptarët tonë gjithmonë punojnë dhe ndërtojnë në vend ku janë, por ti ke bërë një gjë tjetër, ti ke punuar në Kanada, por edhe ke bërë disa investime në Kosovë. Te Astra po i shohmi do villat e bukura, një ambient i bukur në mal atje. Po, të kunen këto villat? Villat atje, po kem punu kogja shumë, na zem këtu në Kanada atje si gurbeqar, on tash, çdo lek që më lidh me, çdo para që më lidh me, mendojna për të investime në Kosovë. E unë tash të fati që familja, shoqja të uta, fëmijët, çlirimi, sidomos kam përkrajën shumë të madhe nga ta, edhe vendosëm të investojmë atje në Vilnidje, në Kaçanek, në shtrasë Kaçanikut. I kemi marru një 5 villa i kemi marru atje. Mendojna që të investojna dhe të ndihmojna edhe shtetit tonë si çdo adetar tjetër që ka ëndrrën e tyne. Edhe na që ato ëndrrë kemi. Po shifet këtu se njeri i palodhshëm, njeri në punën tënde që i ki primare në biznesin në Kosovë, plus edhe për kombin tonë shqiptar, kjo është vetëm një merit, një sukses i madh që ti e dhuron për shpirtit tënd dhe ki dëshirë që të mbash. Më herët kur pyeta do të kthesh, do të tha fëmia po dojnë më kthy, po unë jo. Kjo që në ka qelsi që ti don të punosh hala, që të arritesh të bësh edhe rrugë edhe më shumë, edhe të bësh gjëra edhe më shumë të për kombin tonë. Kjo është me vërtet, kjo është një gjë shumë e bukur. Menaxhimi si shkon i vilave atje, apo mundesh prej kohit me i menaxhu, apo si shkon kjo puna? Shumë mirë, jam shumë i kënaqur se çdo kush thotë, do të thonë si të investoj, ti të jetosh në Kanada, të investosh në Kosovë, ku ti kesh njerëzit e mirë, familjen, do të thonë në mbështetjen familjare, do të thonë jo vetëm në Kanada, po edhe atje që kem djem të Axhës, janë mbikëqyrje, ashtu i kam edhe në menaxhem të komunës Ferizajt, i kam të afërm atje. Jam shumë i kënaqur me çdo gjë, do të thonë kisha pas dëshirë që çdo kush mos ta qet atë pengesë vetit, se nuk është pengesë. Kur ti hish me zemër një gjoje, edhe ta kish njerëzit familjar atje që të kim mbështetje, nuk dështon kur. Jam shumë i krenar me ata që kem bën atje, edhe mbështetjen që e kam nga ta. Vizitat e tua në vendlindje, sa herë shkon në vet? Fillim s'kam qenë 6 vjetë. Tash do 4 vjetë shkoj. Bravo. Kjo është një mrekulli e madhe që edhe punon, edhe viziton vendin tënd, por edhe i përmbledh edhe shqiptarët atje. Me të vërtet kjo është një fenomen kur ndëgjoj që
shqiptarët tonë punojnë, kanë puna, kanë biznese, edhe në fund nuk i largohen kombit, mundohen sa më shumë të jenë me komunitete dhe me shoqata. Kështu menaxhimi i kryetarit të shoqatës nuk është edhe fort i lehtë me sa e di unë, Po, në qoftë se e merr me zemër edhe nuk dorëzohesh, çdo gjë kalohet. Dua ta di një gjë, se shoqata jote si mbahet, a paguani në vet apo në muaj, apo japin donacion që me mbajt shoqatën, se nuk është edhe fort lehtë të mbahet një shoqatë. Jo, çdo gjë është vullnetare, nuk paguhet asgjë. Çdo kush tash tregoj rastin e fundit që patëm mysafir, domethënë për urrimin e rrugës Dardanell Kaçaniku, patëm mysafir, domethënë ambasadorin e Shqipërisë që e përshëndes, e falenderoj shumë. Gjithashtu ambasadorin e Kosovës ishin këtu prezent, edhe çdo gjë ka shkuar nga shoqata jon, nga dashamirësisht, domethënë komuniteti tonë i kemi mbuluar gjitha harxhimet për ta, domethënë ka qenë perfekte. Asgjë, çdo gjë është vullnetare këtu. Ja, para të deshta me thonë që çdo herë kur ka nevojë për suport jeni së bashku. Këtë deshta me thonë më shumë, se disa vende në Amerikë dhe gjithkund e bën, ka një farfondi që ja vlerësojnë njerëzve, japin në muaj apo japin në vit, për shembull $50, $100, si është ai plani, që të mirëmbahet shoqata, se duhet për shembull ta keni një vend, duhet ta rentoni vendin, ose duhet ta mirëmbani, duhet aty gjithçka duan. Jo se edhe kur t'ju vinë të ftuarit, ti keni aty, duhet këto janë kosto krejt. Tash jemi shumë të lidhur në mes veti, edhe kur vjen puna te kosto, nuk heziton askush, çdo gjë e bëjnë nga vetë iniciativa jon, domethënë nga komuniteti jon. Nuk është si kemi diçka me pagesë, ose nuk ka caktim diçka. Këtë çdo gjë bëhet vullnetare, domethënë edhe nuk ka shumë caktume, njerëzit i mbulojnë, thonë çka kanë mundësi, po çmim caktum nuk kemi. Çfarë plane dhe programe keni në të ardhmen me shoqatën e juaj atje? Kisha pas dëshirë ta ceki, gjëja më e rëndësishme që kemi, domethënë si prioritet është gjuha, që ta kemi një shkollën ta bina prap një jetë, që fëmijët e tanë të flasin shqip, ta dinë nga kanë ardhur, ta mbajnë rrojën, domethënë kulturën edhe traditat tona. Domethënë këtu në Winnipeg shkolla është një primare që ti kthejmë mësuesit tona, mësuesit tonë që ta japim të asigurojnë për shkollë nuk është problem. I kemi mundësit për shkollë që kemi pa pagesë, vetëm çka na vyn që kemi mundësi të mblojmë pagesat për mësuesit. Atëherë pra dhoni losë të gjitha ata që jetojnë në rrethinën e Winnipegit të bënë bashkë dhe të ndihmojnë edhe të fillojnë me shkolla, se shkolla është një gjë primare që sado qoftë edhe fëmijët e tanë që i man pak sado qoftë mësojnë gjuhën, alfabetin, edhe janë më shumë me komunitetin tonë shqiptar që janë bashku. Kështu që me të vërtetë për mua ishte një kënaqësi e madhe, edhe një gjë tjetër në Kosovë ke ndërmend të marrësh edhe disa villa, se ato ishin të bukura, kish nevojë hala po më duket. Ja, për mua është ballë. Kam bërë da vjet tash, vetëm do të relaksoj, do të shkoj atje, të jetoj me familjarët, me kushërit, me shoqërinë që kem atje, edhe fëmijët që ta të kthehen, ta dinë nga kanë ardhur, ta dinë kulturën, ta dinë gjuhën, edhe ajo pasuria jonë më e madhe. Se fëmijët e tonë që ta dinë gjuhën e ta dinë që nga kanë ardhur. Atëherë pra, unë ju them të gjithë bashkëdhetarëve tonë që shkojnë në Kosovë, ne të shkojnë qatë majën e bukur të Astra, atje ne të poshojnë se ish vend i bukur, për shifet edhe në ekran këto, në atë bazenin e bukur, në atë vilat e bukur që me pa gati të si këtë Kosovën. Kështu është kënaqësia jone që me të vërtetë shqiptarët e tonë po arritin suksese, dhe nuk po mendojnë vetëm për vendin ku jetojnë, po mendojnë edhe për vendin e vet prej kanë ardhur. Kjo është një privilegj i madh.
Kështu të falenderoj shumë edhe nëse kam anashkalu diçka pa të pyet, nëse ke diçka të thuash, është kënaqësia ime edhe të ndëgjojnë njerëzit se me të vërtet ndëgjojnë shumë njerëz, kështu që të dim. Faleminderit shumë për kohën që patë për bisedën që patëm Nazem, desha të vetë që falenderoj gjithë komunitetin shqiptar, gjithë të kombi shqiptar kudo që jemi, çdo cep botës, se çdo cep i Kosovës, cep i Shqipërisë edhe Shqipërisë etnike që tojna nuk ka vend më i bukur që kemi ne. Do me thonë ta ruajmë kulturën, ta ruajmë identitetin, ta dim që edhe fëmijët e tanë, edhe fëmijët e fëmijëve që ta dinë që nga kanë ardhur që kur vjen nipat e stërnipat e mi, kur të kalojnë atë rrugës, ta dinë që tingëllon shqip. Lus të gjithë këngëtarët tonë që mos bëhen demela edhe ne shkojnë edhe në Winnipeg se pas kanë ku me shku, që kanë afër 500 familje, kur ndëgjojnë që ka një artist, besoj që grumbullohen as hoteli, as sallat s'kan më nxanë mëse po më e kuptu. Kështu që për fond të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e imja, kështu që të prifte mbara me suksesin tënd edhe sa të mundesh hap biznese, punëso shqiptar, punëso dhe kanadez, pse jo, është kënaqësi dhe privilegj që një shqiptar të jetë një biznesmen, të mendon për shqiptari, të mendon për njerëz, kjo është një privilegj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për juve, të fala gjithë shimin Kosovë. Faleminderit. Pra, të nderuar, shikues dhe dëgjues, është kënaqësi jone me të vërtetë anë banku, po i gjejmë shqiptarët e tonë gjithmonë suksesi tyre. Nuk ndalon edhe punojnë, po për vendin e vetë kur nuk e harrojnë. Mos harroni të na ndjekni në kanalin 39 në Noli TV dhe në kanalin 249 në Nimi TV në Anën Ban Botës. Pra mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Nolin.